me kalu që aty me nëzet? Vallaj. Stomak. Shëndajte. Shumë njeri ndërlikun. Pesho, valla. Këti më thoshte dje mos vepro si 13 vjeç. Tu ma marrë puthjen, ku diun, me i hile, këja neja, se më falë 3 sekunde të rivërit. Këti e thoshte sërse ke bërë e gjatë keqë. Këti më thoshte, ka pas rast se kam dashur edhe unë të puth. Këti e thotë se më gati. Është lufta me kompleksin e vetë. Kur ti se di që do, unë e di shumë mirë që do. Po kur ti se di që do, që do të bësh? Kur se di që do vetë. Dhe ti bje po kontrollon ndjenjat e tuja. Po mënohet me i Po, kontrolu. ti po kontrollon ndjenjat e tuja, po pse? Po që du të me kontrollu ndjenjat e tuja? Si ta marrë kur ti thotë, kam dash të puth, ka pas rase kam dash dhe unë të puth, po s'jam 100% e sigur. Po, që të bëjmë? Kur ti kontrollon ndjenjat e tuja, ti mund të tentosh prapë, thot, po unë dhe jap kur ndjem unë e sigurt. Kur do ndjesh e sigurt ti, kur ti je ajo që kontrollon ndjenjat e tuja, që thua. Atëherë kur tentoj unë mos u prek as mos u ndjej çështë pra. Kam dash me të putheve unë, po se kam pas se sem 100% sigurt, po kam dash. Në shuj bje hajde të tentatin për jetësi, se unë i kontrolloj ndjenjat e mia. Me një moment më i më tatën, po. Po i bje unë që shif se ti provo, po Nuk dihet kur. po, unë do vazhdoj të kontrolloj ndjenjat e mia, po ti provo po deshe. Thuja ma garanton ti që të sjelljen tone çdo herë sa unë tentoj? Po që tash që të në gjendje e pat prej debatit me Rogertin diçka brenda ngrim. Se kur shkova kjo dula acarume prej aty. Po vete ka fajin. Nuk e di çka ka tema aty. Vete ka fajin që në momentin që pranoj sfidën. Po. Për çfarë pranove? Edhe unë dje i thash, për mendimin tim të është dashur me dalë. Mirë gjithë qasje që ka mundur Rogerti, të armiqësi